Qoftë ftuar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra. Ju flet Radio Maria e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde, me ju është Dom Shtjefni. Në rrëfimin e fesë son, në atë lutje themelore që e quajmë besojmë, credo, ka një fjali që shpesh e shqiptojmë shpejt, ndoshta pa u ndalur shumë. Besoj një kishë të vetme të shenjtë katolike dhe apostolike. Por kjo fjali nuk është një shtesë formale. Ajo nuk flet për mure, për struktura apo për institucione njerëzore. Ajo është një akt feje, një zgjedhje e thellë shpirtërore. Sepse, duke thënë besoj një kishë, ne po themi, nuk besoj vetëm në Zotin si ide, nuk besoj vetëm në Krishtin si figurë historike, por besoj se Zoti ka dashur të më takoj, të më shpëtoj dhe të më shenjtroj në bashkësi, së bashku me të tjerët. Feja krishterë nuk është fe e vetmisë. Ajo nuk jetohet si një udhë personale e shkputur nga të tjerët. Që nga fillimi, Jezusi nuk thirri individ të izoluar, por nxënës që ishin bashk, një popull, një trup. Prandaj sot, në këtë katekez të radhës të ciklit hyrje në jetën e krishterë, ndalemi pikërisht këtu, te kisha. Jo si një realitet abstrakt, por si shtëpia shpirtërore ku lind, rritet dhe ushqehet feja jonë. Do të përpiqemi të kuptojmë çfarë do të thotë që kisha është e vetme, e shenjtë, katolike dhe apostolike. Dhe pse shkrimi i shenjtë e quan kishën trupi i Krishtit, ku secili prej nesh e ka vendin dhe misionin e vet. Le ta dëgjojmë këtë katekez me zemër të hapur, jo thjesht për të ditur më shumë, por për të kuptuar më thellë se kujt i përkasim dhe si jemi të thirrur ta jetojmë fen tonë. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, kur flasim për kishën, është shumë e rëndësishme të kuptojmë një gjë themelore. Kisha nuk lind nga poshtë, por nga lart. Ajo nuk është rezultat i një marrëveshje njerëzore, por fryt i dashurisë së Zotit Trini. Në radhë të parë, Ati qiellor e thret popullin e tij. Që nga fillimi i historisë së shpëtimit, Zoti nuk vepron në mënyrë të shpërndarë, por thret një popull. Nga Abrahami te Izraeli e deri te populli i ri i hyjit. Ati nuk na thret veçmas për të na lënë vetëm, por na thret për t'u bërë bashk, për qenë bi e bia në një familje të vetme. Pastaj, biri i hyjit Jezu Krishti e themelon kishën. Jo me dokumente, jo me ligje njerëzore, por me jetën e tij, me flijimin e kryqit, dhe me ringjalljen që është themeli i shpresës sonë. Rreth Jezusit mblidhen nxënësit, apostujt, me ta ai ndan fjalën, bukën, misionin dhe pas ringjalljes u abeson detyrën të shpallin ungjillin dhe të ndërtojnë kishën deri në skajet e botës. Së fundi Shpirti i Shenjtë e gjallëron dhe e udhëheq kishën,
pa shpirtin shenjt, ajo është një trup i gjallë që merr frymë dhe përtrihet. Pra, me shpirtin shenjt është e mundur një gjë e tillë. Pa shpirtin shenjt nuk do të mund të ishte një trup i gjallë. Është shpirti i shenjt që na bashkon në një fe, na forcon me sakramente dhe na udhëheq në të vërtetën edhe përmes dobësive tona njerëzore. Shkrimi i shenjtë na e thot qartë këtë realitet me fjalë shumë të bukura të Shën Palit. Ju jeni trupi i Krishtit dhe secili prej jush është një gjymtyrë e tij. Kjo do të thotë se kisha nuk është diçka jashtë nesh, por një realitet ku ne marrim pjesë, ku secili e ka vendin e vet, thirrjen e vet, përgjegjësinë e vet. Prandaj, le ta mbajmë mend këtë vërtet thelbësore. Kisha nuk është ide njerëzore, por dhurat hyjnore, dhurat që na është besuar, jo vetëm për ta marrë, por për ta jetuar dhe ndërtuar me besim, dashuri dhe përkushtim. Të dashur vëllezër dhe motra, në besojmë, në credo, nuk themi thjesht besoj kishën, por shpallim diçka shumë konkrete. Besoj një kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike. Këto 4 fjalë nuk janë zbukurime gjuhësore, ato janë shenja dalluese të kishës së Krishtit. Mund t'i krahasojmë me 4 shtylla. Nëse mungon njëra, ndërtesa e humb ekuilibrin. Kisha është e vetme. Parazgjithash, pra themi kisha është e vetme sepse ka një Zot, një Krisht, një fe dhe një pagëzim. Njësia e kishës nuk do thotë që të gjithë jemi njësoj. Jo. Në kishë ka gjuhë të ndryshme, kultura të ndryshme, tradita të ndryshme, por ka një zemër të vetme që rre, Krishti. Shën Pali na kujton se kisha është si një trup. Trupi ka shumë gjymtyr, por është një i vetëm. Syri nuk është dora dhe dora nuk është këmba, por asnjëra nuk mund të jetojë e shkputur nga tjetra. Kjo njësi ruhet në të njëjtin besim, në të njëjtat sakramente dhe në bashkimin me Papën dhe i peshqvit. Kisha është e shenjtë. Kisha quhet e shenjtë, jo sepse të gjithë anëtarët e saj janë të përsosur, por sepse burimi i saj është i shenjtë, vetë Zoti. Krishti e deshi kishën dhe u flijua për të. Shpirti i shenjtë banon në të dhe vepron në të. Sakramentet janë mjete shenjtërimi për çdo njeri. Duhet ta themi me sinqeritet, në kishë ka dobësi, mëkate, plagë njerëzore, por kisha nuk është një klub njerëzisht përsosur. Ajo është vend shërimi, rrugë kthimi, hapësirë mëshire, si një spital shpirtëror ku hym jo sepse jemi të shëndetshëm, por sepse kemi nevojë për shërim. Kisha është katolike. Kur themi se kisha është katolike, nuk po flasim për një emër etikete, por për një realitet shumë të thellë shpirtëror. Fjala katolike do të thotë
universale e gjithëmbarshme, do të thotë se kisha është për të gjithë, për çdo popull, për çdo kulturë, për çdo kohë. Ungjilli nuk është pronë e një kombit vetëm, as e një gjuhë të vetme, as e një tradite të mbyllur. Ai është dhuratë e Zotit për mbar njerëzimin. Jezu Krishti nuk i dërgoi nxënësit e tij vetëm tek disa, por u dha një urdhër shumë të qartë dhe shumë të gjerë: shkoni e bëni nxënës të gjithë popujt, nxënës të mi, thot Krishti. Kjo do të thotë se askush nuk është i përjashtuar nga dashuria e Zotit. Askush nuk është larg, askush nuk është i huaj për kishën. Kudo që shpallet fjala e Zotit, kudo që kremtohen sakramentet, kudo që njerëzit mblidhen emër të Krishtit, aty është kisha katolike. Mund të ndryshojnë gjuhët, zakonet, meloditë e lutjes, por feja është e njëjtë, shpresa është e njëjtë dhe Krishti është i njëjtë. Mund ta përfityrojmë kishën katolike si diellin. Dielli ndriçon gjithandej, pa pyetur kush je, pa dallim kombi, race apo kulture. Kështu vepron edhe kisha, ajo ndriçon, ngroh dhe fton të gjithë në dritën e Krishtit. Të dashur dëgjues, të jesh pjesë e kishës katolike do të thotë të kesh një zemër të hapur, të mos e mbyllësh fen brenda kufinjve të tu, por ta jetosh si dhuratë që kërkon të ndahet me të tjerët. Të dashur vëllezër dhe motra, kisha është apostolike. Kur themi se kisha është apostolike, po shpallim se ajo ka rrënjë të thella dhe një vimësi të gjallë që na lidh drejt për drejt me Jezu Krishtin. Kisha është apostolike sepse është ndërtuar mbi apostujt, ata burra që Jezusi i thirri personalisht, që dëgjuan fjalën e tij, që pan kryqin dhe dëshmuan rigjalljen. Apostujt nuk e shpikën fen, ata e morën prej Krishtit dhe e dorëzuan brez pas brezi. Kjo është arsyeja pse feja e kishës nuk ndryshon sipas modës apo kohës, por mbetet besnike ndaj ungjillit. Kisha është apostolike sepse e ruan mësimin e apostujve, kremton sakramentet që ata na lanë dhe vazhdon misionin e tyre në botë. Ky mision vazhdon sot përmes i peshqvinjve, që janë pasardhësit e apostujve, në bashkim me papën, pasardhësin e Shën Pjetrit. Kjo nuk është thjesht një strukturë organizative, por një zinxhir i gjallë besimi, që lidh kishën e sotme me kishën e fillimit. Mund ta përfytyrojmë kishën apostolike si një pishtar. Drita ndizet nga Krishti, kalon te apostujt dhe përcillet dorë më dorë deri te ne sot pa ushuar. Të dashur dëgjues, të jesh pjesë e kishës apostolike do thotë të mos jetosh një fe të improvizuar, por një fe të rrënjosur, të provuar në kohë, të dëshmuar dhe të besuar nga breza të panumërt besimtarësh. Me këtë tipar të fundit plotësohet tabloja e kishës e vetme, e shenjtë, katolike dhe apostolike. Një kishë që vjen nga Krishti, jeton me shpirtin shenjtë dhe ecën në histori për shpëtimin e botës. Të dashur dëgjues, të dashur miq, pasi kemi folur për kishën si të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike,
tani ndalemi te një shëmbëltyr që Shkrimi i Shenjtë na jep me forcë dhe butësi njëkohësisht. Kisha është trupi i Krishtit. Kjo nuk është një figurë poetike, është një e vërtet, e thellë e fesë son. Krishti është koka e këtij trupi, ndërsa ne, secili prej nesh, jemi gjymtyrët. Kjo do të thotë se jeta e Krishtit rrjedh në për kish, ashtu si jeta rrjedh në për trupin e njeriut. Pa Krishtin, kisha nuk ka jetë. Pa kishën, feja jon rrezikon të mbetet vetëm ide. Shën Pali na e thot qartë, ju jeni trupi i Krishtit dhe secili prej jush është një gjymtyrë e tij. Në një trup, asnjë gjymtyr nuk është e tepërt. Syri nuk mund t'i thot dorës nuk kam nevojë për ty. As këmba nuk mund të ecë e vetme pa trupin. Po kështu edhe në kish, secili ka një vend, secili ka një dhurat, secili ka një mision. Disa shërbejnë në mënyrë të dukshme, të tjerë në heshtje. Disa flasin, të tjerët luten, por të gjithë janë të nevojshëm. Kjo na mëson dy gjëra shumë të rëndësishme. Spari, askush nuk është i parëndësishëm në kish, askush. Edhe besimtari më i thjesht, edhe lutja më e fshehtë kanë vlerë për jetën e të gjithë trupit. Së dyti, ajo që i ndodh njërit prek të gjithë. Kur një gjymtyr vuan, i gjithë trupi vuan. Kur një gjymtyr gëzohet, gëzohet i gjithë trupi. Prandaj, feja nuk jetohet vetëm për vete. Mëkati im nuk është kur vetëm personal. As dashuria ime nuk është vetëm private. Të jesh pjesë e trupit Krishtit do të thotë të jetosh në lidhje, në raporte, në përgjegjësi, në solidaritet shpirtëror. Dashur dëgjues, kur ne besojmë në credo, them besoj një kish, nuk po shqiptoj vetëm një formul besimi, po bëj një zgjedhje personale. Po them para Zotit dhe para vetësime, nuk jam vetëm në fe. Pranoj të ecë me të tjerët. Marr përgjegjësi për kishën. Sepse kisha nuk është diçka e jashtme ndaj meje. Ajo nuk është vetëm vendi ku shkoj, as vetëm shërbimi që marr. Kisha është edhe ajo që ndërtoj me jetën time. E ndërtoj në mënyrën si besoj, me mënyrën si dua, me mënyrën si fal, me mënyrën si qëndroj besnik edhe kur është e vështirë. Fjala e Zotit na e kujton këtë me një shprehje shumë të bukur dhe shumë të fortë: ju jeni gur të gjallë që ndërtoheni në një banesë shpirtërore. Kjo do të thotë se secili prej nesh është një gur i gjallë, jo gur i vdekur, i hedhur diku, por gur që ka jetë, që ka peshë, që ka vend. Nëse mungon një gur, ndërtesa dobësohet. Nëse një gur nuk pranon vendin e vet, muri mbetet i paplot. Prandaj le ta pyesim veten sot në heshtje: çfarë guri jam unë në kish? Apo ndërtoj, apo vetëm po pres? Apo e jetoj fen si dhurat, apo si zakon? Le ta lutim Zotin që të na jap hirin ta duam kishën jo vetëm me fjalë, por me jetë. Jo vetëm duke e marrë, por duke e ndërtuar çdo ditë me besim, me përvujtëri dhe me dashuri. Sepse vetëm kështu besimi ynë bëhet dëshmi dhe kisha
bëhet shtëpi për të gjithë. Dashur dëgjues, për ta përfunduar këtë katekezë, po i lëm edhe pyetje të reflektuese që janë si pasqyrë personale për secilin prej nesh. Çfarë do të thotë për mua të jem pjesë e kishës? A e ndjej kishën vetëm si një vend ku shkoj? Apo si një familje shpirtërore ku kam vend dhe përgjegjësi? Cilin tipar të kishës e ndjej më afër vetës? A është njësia, shenjtëria, ana univerzale, apo lidhja me apostujt, ajo që më tërheq më shumë dhe më fton të rritem në besim? Si mund ta jetoj fen jo vetëm për vete, por për bashkësinë? Çfarë mund të bëj unë për të ndihmuar të tjerët në rrugën e fesë, në rrugën e besimit? Si mund të jem gur i gjallë që kontribuon në ndërtimin e trupit Krishtit? Këto pyetje nuk janë për të përgjigjur me njëherë me fjalë, ato janë thirrje për zemrën dhe për shpirtin, për ta jetuar besimin fetar në mënyrë aktive dhe për të bërë pjesë e kishës që ndriçon, bashkon dhe shëron. Të dashur dëgjues, të dashur miq, sot kemi folur për kishën si të vetme të shenjtë katolike dhe apostolike dhe kemi kuptuar se ajo nuk është thjesht një institucion, por një trup i gjallë, një bashkësi ku secili prej nesh ka vend, dhuratë dhe përgjegjësi. Kur themi besoj një kish, po themi më shumë se një fjalë, po themi se nuk jemi vetëm në rrugën e besimit, në rrugën e fesë, se jetojmë bashkë, duke ndihmuar, duke pranuar, duke u shërbyer, duke i shërbyer njëri tjetrit. Kisha është dhuratë, por edhe thirrje për të qenë pjesë e saj, për ta ndërtuar me jetën tonë dhe për të sjellë dritë dhe shpresë të të tjerët. Le të lutemi që Zoti t'i hap zemrat tona, të na jap guximin dhe hirin për të jetuar besimin jo vetëm për vete, por për gjithë trupin e tij, për kishën, për familjen shpirtërore, për botën. Si thot shkrimi i shenjtë, ju jeni gur të gjallë që ndërtoheni në një banesë shpirtërore, le të jemi gur të gjallë, të bashkuar, të fortë dhe të ndriçuar nga dashuria e Krishtit. Me ju ishte Dom Shtjefni, faleminderit që na ndoqët sot. Ne të ecim bashkë në rrugën e besimit, duke ndërtuar kishën me zemër, dorë dhe shpirt.